Hajde të këshyrim rezultatet e exit pollit të Klan Kosovës, të Gjakovës, do të thonë çfarë rezultati kanë pas. Do të thonë 47 presje 74% kanë thonë për Ardian Gjinin. Këtu i bën që sipas këtyre i bën që nuk shkojnë në ballotazh derisa Klan Kosova ja ka huq edhe këta koxha shumë. Do të thonë nëse ja huq exit pollit me 3% është huqje e madhe. Do të thonë sipas exit pollit të Klan Kosovës kanë planifikuar që Ardian Gjini, kanë thonë që Ardian Gjini e fiton pa ballotazh, do të thonë nuk shkon në rundin e dytë. Po kjo është krahasimi i rezultatit. Kemi pas edhe exit pollin e tjetër. Hajde ta gjejmë, kemi pas se 3 exit poll e kemi pas.